Deputetja e Partisë Demokratike, njëherë zëvendës presidentja e EPP Women Albana Vokshi, mori pjesë në takimin dyditor të Partive Popullore Europiane në Sarajev, kushtuar të ardhmes europiane të Ballkanit Perëndimor. Në fjalën e saj në tryezën e rumbullakët e EPP-s për Ballkanin Perëndimor, Vokshi paraqiti shqetësimet e opozitës shqiptare lidhur me gjendjen e demokracisë dhe procesin zgjedhor në Shqipëri. Shqipërisë i nevojitet një qeveri kujdestare për të garantuar zgjedhje të lira dhe të barabarta. Kjo është një domosdoshmëri demokratike pasi gjithçka fillon nga zgjedhjet. Shqipëria vazhdon të përballet me kushte thellësisht të pabarabarta të konkurrencës politike për shkak të sistemit parti-shtet, keqpërdorimit të burimeve publike dhe rrjeteve të gjëra të patronazhistëve dhe ndikimit të klimit. Standardet demokratike në Shqipëri janë dobësuar, ka korrupsion në nivelet më të larta të qeverisjes, mungon kontrolli dhe balanca mes pushteteve. Ish-zëvendës ministria Belinda Balluku përballet me 11 akuza zyrtare për abuzim me rreth 1.2 miliardë euro dhe mbrohet politikisht nga shumica socialiste. Në të njëjtën kohë, Vokshi rikonfirmoi mbështetjen e plotë Partisë Demokratike për procesin e antarësimit të Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.